Harun Rashid, ka pas një shërbetor shumë të mençur. Edhe i ka thonë një ditë, ama një gotë ujë. Edhe ai e mbush gotën para se t'ja dorëzon, tha, e mirë, po të bëj një pyetje. Tha, urno. Po që se në rruzullin toksor nuk ka ujë tjetër hiç, vetëm ç'kjo ka mbet. E ti tu kanë etur mushkëni, tu kanë shkërmu bust. Dhe s'mund të durosh. Sa kishe dhonë nga pasuria yte për çka të gotë ujë, u kujtu pak, llogaritin me të vërtet ujë tjetër s'ka. Etje mushkënive, ju kanë terë buzët, u kujtu pak, të pasunia shërvlere ka, tha. Gjysën e pasunisë tha unë jap për çka të gotë ujë. Tha mirë, a ta bëj edhe një pyetje tjetër? Tha urno. Pasi ta pish ujin, tha, ka mbet ujin në trupin tokë, po do me u liru, po s'po del, ka shtrëngu keq. Sa kishe dhonë nga pasuria yte me u liru, me u rahatu. U kujtu pak, tha, një me vështirë, e diçka, tha, atë gjysën tjetër e kisha dhonë. Tha, pijet, boftë mirë, pasuria yte kushtoj ka një gotë ujë.